Produktet ushqimore të ofruara nga tregtarët ambulant nuk plotësojnë kushtet higjieno-sanitare, por nuk shqetësohen nga askush. Të vendosur në hyrje të tregut të lirë, produktet e tyre kanë zaptuar trotuarin ndërsa qytetarët duhet të ecin në mes të rrugës. Ky fakt bëhet shkak edhe përëndim të trafikut, e kjo më së shumti në fundjavë. Kjo pamje nuk është e re dhe njihet si nga Bashkia e Lezhës, ashtu edhe nga AKU, specialistët e të cilit mbyllin syt përballë kësaj situate. Shumica e produkteve ushqimore tregtohen në mes të baltës, duke mos dhënë asnjë garanci për sigurinë e tyre. Ky shqetësim është ngritur dhe nga vetë përfaqësuesit e Bashkisë së Lezhës, por pas çdo fjale vjen një spostim nga vëmendja që duhet marrë kjo situatë. Edhe policia rrugore kërkon disiplinim të tregtarëve pasi zaptojnë rrugën dhe bëhen pengesë për kalimin e lirë të qytetarëve dhe të mjeteve, por sërish nuk ka asnjë reagim nga policia bashkiake, e aq më tepër nga ata që duhet të garantojnë sigurinë ushqimore. Tregtarët ambulant në qytetin e Lezhës i tregtojnë produktet e tyre pas një kushti higjieno-sanitar, ndërkohë që kanë bllokuar edhe rrugën në hyrjet e tregut të qytetit të Lezhës. Megjithëse është në dieni të situatës, autoriteti kombëtar i ushqimit, si dhe policia bashkiake e Lezhës nuk kanë marrë asnjë mas për të përmirësuar këtë situatë. Bulmeti, perimet, frutat e produktet të tjera bujqësore dhe blegtorale janë panorama e hyrjes së tregut të Lezhës, ndërsa për kushtet e tregtimit të tyre asnjë mund të flitet, ndërkohë që as zyra e mbrojtjes së konsumatorit dhe as autoriteti i ushqimit nuk reagojnë. Athuase përgjegjësitë dhe detyrat e tyre kanë ndryshuar synim.